nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, për hir të momentit të ditës së bekuar, po provoj me i thonë një 2-3 fjalë në lidhje me temën e kaluar, për shkak se kam të lashe me fyt, për shkak të gripit, por për shkak të respektit dhe të përgjegjësisë që kemi para Zotit, po provoj musha me i thonë një 2-3 fjalë në lidhje me temën të cilën e kemi filluar në xhuman e kaluar. Them të dashur vëllezër se në jetën e kësaj bote, edhe pse njeriu është krijesë e fuqishme, komplekse, e dijshme, megjithatë ky njeri ka nevojë për mbështetjen në Zotin e Madhreshëm. Kush e ignoron këtë fakt në jetën e kësaj bote, ai nuk ka mundësi kur me arrit qëllimet e jetës, sepse s'ka bereqet jeta pa Zotin e Madhreshëm, dhe njeriu s'ka mundësi kur me arrit qëllimet pa mbështetje në Zotin e Madhreshëm. Mbështetja në Zotin e Madhreshëm është urdhër prej Zotit. Zoti na thon në Kur'an: o ju njerëz, mbështetuni në Zotin nëse me të vërtetë besoni atij. Pra sikur se Zoti i Madhreshëm do më thonë njeriu se nëse ti beson se ka Zot, nëse ti beson se ekziston Zoti i Madhreshëm, atëherë ti duhesh me njoft dhe me mbështet në Zotin e Madhreshëm. Madje prej cilësive të besimtarit dhe prej sjelljeve që i do Zoti i Madhreshëm është njeriu me qenë mbështetës. Allahu Azza wa Jall në Kur'an, kur ka folur për ato njerëz që i don, i ka përmend një grup të madh të njerëzve ose veprave që i do Zoti i Madhreshëm. E për veprave për njerëzve që i do Zoti i Madhreshëm, Allahu thot: inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu i do ato të cilët mbështeten në Zotin e Madhreshëm. Është transmetuar vëllezër një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur njeriu del mëngjes prej shtëpisë, edhe thot Bismillah, tawakkaltu ala Allah, me emrin e Zotit dhe ju mbështeta Zotit. Është transmetuar një hadith se shejtani i mallkuar thot tërheqet prej personit dhe thot: qysh muj me arrit të ai i cili u mbështet në Zotin e Madhreshëm? Qysh muj me deviju dikan që është mbështet në Zotin e Madhreshëm? Qysh muj me mposht një njeri i cili ka kërku mbrojtje dhe mbështetje në Zotin e Madhreshëm? Pra kjo dua, vëllezër, e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është mirë mëngjes njeriu kur del prej shtëpisë me kërku mbrojtje te Zoti i Madhreshëm prej shejtanit mallkuar dhe me thonë Bismillah, tawakkaltu ala Allah, dhe me transmetim i mbështetem atij i cili nuk vdes, Allahu xhallahu ala. E pastaj do ta shën jetën se bote se të ndihmon mbështetja në Allahun xhallahu ala. Sa të ndihmon kur ti çështjen një dorë ale Zotit të Madhreshëm. E dini vëllezër që shumë plane të mëdha në këtë dunja dështojnë për shkak se njeriu e anashkalon mbështetjen e Zotit. Shumë herë dështon njeriu në këtë dunja jo pse si ka marrë shkaqet, po për shkak se ka injoruar mbështetjen e Zotit të Madhreshëm. Dhe ka menduar se mundet m'ia dalë në këtë dunja pa mbështetjen e Zotit. Mundet m'ia dalë në këtë dunja pa u mbështet në ata i cili fati secilës njeri dhe i secilës krijesë është në dorën e tij. Kanë thënë dietarët e mëdhaj se mbështetja në Zot është gjysma besimit. Pra, për ta besu Zotin hak dhe për të bërë dobi besimin në jetën e kësaj bote, pra gjysma e kësaj feje është mbështetje në Zotin e Madhreshëm. Historia vëllezër o plot argumente se çka nën kupton me mbështet në Zotin e Madhreshëm. Dhe po e marr vetëm një shembull nga jeta e Musait alayhis salam.
ai cili u mbështet në Zotin dhe ai cili nuk u mbështet në Zot, që ishte Firauni. Firauni ishte i fuqishëm, kishte ushtri të madhe, sundim të madh, pasuri të madhe. Edhe i shpalli luftë Musait a.s. pejgamberit Allahu xhalla wala. Edhe Musa piu thot besimtarëve të asaj kohe, ne nuk kemi fuqi qysh ka Firauni, ne s'kemi pasuri qysh ka Firauni, ne s'kemi pushtet qysh ka Firauni, por thot na kemi diçka që se ka Firauni. Thot ne kemi Zotin e madhreshëm dhe kemi mbështet atij. E kemi Zotin e madhreshëm dhe kemi mbështet atij. Thot dhe ai e ka të kundërtën, ai ka hyrë në luftë me Zotin e madhreshëm. Dhe historia e gatëzër. I vjen momenti dhe ballafaqohet Firauni me Musa a.s. dhe Zoti i madhreshëm thot Musait, e tash mësynja adetit, sepse dha urdhë Firauni kush do që ka besu në Zotin një, dënimi i tij është me ju prej kamt dhe durt dhe më lanë të varur derisa vdesin. Trishtim i madh. Dhe njerëzit e besuan Zotin, edhe pse i kërcnoi. Dhe Allahu tha, në shohë tha Egjiptin, edhe mësynja adetit. Firauni kishte informacione se këta kanë me shku ka në adetit, edhe urdhron ushtrinë rreth e kon i shkon mbrapa kështu me radhë. Kur të afrohet ndeti vëllezër besimtarët në Musaj, njerëzit e doptu në Musa, përfundoi thot jeta jonë. Përballë kemi detin, mbrapa kemi ushtrinë e Firaunit, e si do të shpëtojmë. Musa tha, unë këtu kam marrë me lejen e Zotit Madhreshëm, edhe unë ju kam mbështet Zotit Madhreshëm, edhe sot është momenti me triumfu e vërteta përballë pa vërtetës, edhe nëse pa vërteta është fuqi. Dhe dirë vëzë historie gjatë, Allahu xhalla wala i thot Musës, ban bismillah, mbështetu në Zotin dhe mshoj detit me shkop. Dhe nda detin e dysh, pastaj ecin besimtarët dhe vjen Firauni me ushtrinë më të fortë të asaj kohe, derisa të hyn në deti edhe ushtari i fundit. Dhe Allahu xhalla wala i jep urdhër detit dhe bashkohen rrugët dhe fundosën të gjithë në përjashtim të Firaunit. Dhe pastaj Firauni thot, tash besoj se pas ka Zot. Dhe Allahu i thot, zvlen ma besimi, vëllezër, në shtrat të vdekjes këtë kena me besu, pës na vlen besimi. Ku ta nuhat me vdekjen, krejt kena me kuptu se ka Zot dhe ka botë tjetër. Po nuk e di, a mund kena me mrima atë moment, e më ne pranu Allahu pendimi dhe më na pranu si besimtar. E Firauni tha, i besoj Zotit Madhreshëm, i besoj tha Zotit të Musës, Allahu tha, besimi dëshmia jote s'pranohet, por argumenti yt ka më mbet gjithmonë gjallë mbi dhej. Dhe Allahu e qet trupin e tij. Dhe sot asoj dite Firauni është i pabalsamum. Kur shkojnë me vizitu në Egjipt muzeun e Firaunëve, aty e gjejmë edhe Firaunin e fundit që ka vdek në ujë, dhe që është argument shkencor se s'ka balsamim, por trupi i tij është që ka vdek. Se Allahu tha ka më të majt gjallë, ka më të majt argument për ata që vinë se kush do që mbështetet në fuqi dhe jo në Zotin e Madhreshëm, i vjen fundi ka menja se merë. E Allahu të fortin që së mbështetet në Zot e poshtron me diçka shumë thjesht. Vëllezër, Nemrudin në kohën e Ibrahimit, Zoti e ka poshtërsu me mickoj. Allahu ka mujt me diçka të madhe. Evrahejën në kohën e gjyshit të pejgamberit alayhisalam, Zoti Madhreshëm e ka turpru me zogj që kanë madhësi më të vogël se sa dallandyshja. Pse? Se Allahu kur don me poshtërsu di kanë e poshtërson me diçka të vogël, jo me diçka të madhe. Nemrudi tha unë jam Zot, dhe Ibrahimi tha si e Zot ti? Zot Allahu xhallahu ala. Ai tha unë jam Zot. Allahu a di me çka e poshtërsoj.
e dërgon një insekt të vogël, edhe ai insekti hen për vrimet veshit dhe i mbrin te truni. Dhe ja kafshon, ja han pjesë të trunit kadal. Dhe ai pedhim të madhe me papuçën e vet, nadhën e vet, i mshon krejës vet derisa i ka dalë shpirti. Dhe sot shkencëtarët po thojnë, Allahu e ka kriju një farlangi në vesh që e mbron trunin prej mikrobeve të padukshme që mund me depërtu përmes veshit dhe me çmend njeriu. I lartësuar është Allahu që ka kriju gjithçka në kohën e vet dhe në formën e vet. E shpesh neve na duket i tepërt, por ajo pas ka një efekt i jashtëzakonshëm. Efekti i saj ka me mbrojt kanalet e veshit prej mikrobeve të padukshme që shifën ndoshta edhe me mikroskop, që mund me depërtu thellë në trunin e njeriu dhe me përfundu jetën e njeriu. Allahu është e turproj me këtë çështje. Ndërsa Evrahim, ai i cili tha se i tha njëri pikëshilltarëve vrehes, histori e gatë, tha po shkojmë me një vend që ata mbështeten shumë në Zot. Tha ti po shkon me rënu, me prish qabën, ama banorët e qabës ta besojnë shumë Zot. Edhe pse gabim, po kanë besuar në Zot. Edhe kur vjen Evreheja me bisedu me miqin e pejgamberit, me gjyshën e pejgamberit, i thot çka po don ti, Evreheja, çka po don me shpëtu? Ai tha unë po duam me shpëtu, tha baktit, njerëzit edhe fëmijët. Ky tha unë kam menduar që ti je i mëshëm, kam menduar që po lyp ti me shpëtu qabën, me më thonë mu më se shkatro qabën, tha ti pi lyp, delmët, e pi lyp, ku e di shka? A ishte i mëshëm, a di shka i tha? Tha unë jam kryetari i Mekës, të asaj kohe. Unë e tha përgjigjna për Zotit, për njerëz, e për kafsh, e për fëmijë. A që tanë që kjo me shkatru ti përgjigjit i kusht tjetër? Tha e kush përgjigjit për tanë? Tha Zoti. E thonë e këta e lanë dorë Zotit. Evreja keshi dhe tha kush ka i Zot përveç meje në tokë. Edhe dha urdhë që shkatrohet qabja. E dini vëllezër për me pështërsu Evrejin, me çka e ka shkatru Allahu xhallahu ala, me një lloj shpendi që është më i vogël se të ndyshja. A realisht elefanti asaj kohe që ka qenë i egër, u ka ndash beg i forcë me mposhtë. Dhe Allahu tha në surën Fil, tha nuk e ke pati se çka ka ndodhur Evrejes, dhe unë kam dërgu zogjë të vegjël, të cilët me kaçepin e tyre e kanë shkatru me një trane të vogël sa ka mujt me kap dhe, ju ka ba atom dhe ka shkatru Evrejin. Pra kush do që mbështetet në forcë dhe jojnë Allahun azza wa jall, sepse po jetojmë me një kohë që njerëzit po kanë frikë dhe rreshtohen me të fortin dhe jo me Zotin e madhreshëm. Edhe nëse i forti është zullumçar, e ne i themi njerëzën e na mbështet në Allahun xhallahu ala. Edhe sa herë që të na vjen mundësia me zgjedh mes të fortit edhe të drejtit, ne zgjedh me drejtin, jo të fortin, sepse s'ka fuqi përpara Allahut xhallahu ala. E kur ti vjen momenti me ndërhy fuqia e Zotit madhreshëm, e kupton se cili se kush mbështet me të fortë dhe jo me drejtin, kapitulon, përfundon. E i lartësuar është Allahu xhallahu ala, i cili na ka mësuar të mbështetemi në të. Unë këtu për përfundoj për shkak edhe të kohës, me vazhdu në gjumon tjetër, alhamdulillah rabbil alamin, al-Fatiha.